Me vizitën e Visar Ademit, kandidati i pavarur për komunën e Gostivarit, është përmbyllur. Cikli i vizitave që Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore kishte me kandidatët për kryetar komunash dhe me partitë politike. Ademi tha se është shumë i rëndësishëm funksionimi i trekëndëshit, qytetar komun sektor privat, sepse sipas tij, nga ky trekëndësh varet mirëqenia e qytetarëve. Sipas Ademit, bashkëpunimi me Odën Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore do të ishte një ndihmës shumë e madhe për komunën e Gostivarit. Kjo që sipas Ademit është zhytur në borxhe të thella. Për një komunë Gostivari që ka diku për 35 milion euro borxh, edhe na duhet ndihma, edhe e kapitalit freskët nëpërmjet partnerit publiko-privat, por edhe dijeve që kanë këto njerëz që i kanë bërë nëpërmjet bizneseve të tyre, me qëllim që të mundemi të dalim në fund suksesshëm. Ndërkaq kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Nuhi Aliu, tha se kanë rënë dakord që pas 19 tetorit, në rast se Ademi fiton komunën e Gostivarit, të hapet një zyrë në komunë, në të cilën bizneset do të dorëzojnë projektet që do të jenë në të mirë të komunitetit. Ai deklaroi se me Ademin kanë rënë dakord që në të ardhmen komuna e Gostivarit të jetë e hapur edhe për bashkëpunim privat të publik. Ne si bizneset i japim projektet tona, kurse ata të cilët do të jenë, domethënë si përfaqësues të komunës në atë zyre, t'i analizojnë, t'i shiqojnë projektet tona dhe më në fund bëjmë një vendim për bashkëpunim eventual. Kjo ishte pika më e rëndësishme. Ndryshe, takimi udhëheqësinë e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore javën e fundit në prag të zgjedhjeve lokale kanë pasur VMRO DPMN, LSDM, Vlen, Aleanca Kombëtare për Integrim dhe Mendyqyra. Në këto takime është biseduar për prioritetet dhe kërkesat e Odës Ekonomike. Kërkesa kryesore është rregullimi i infrastrukturës rrugore në zonën e Vizbegut dhe zhvillimi i zonës ekonomike të Sarajit.